Fushata zgjedhore në qarkun e Lezhës po shoqërohet me tensione dhe akuza të forta mes kandidatëve për deputet. Kandidati i koalicionit Shqipëria Madhështore, Gjingjoni, ka akuzuar disa zyrtarë të PS-s si të përfshirë në blerje votash, duke i denoncuar ata publikisht me emra. Gjoni publikoi edhe një video ku shkruan se grupet e PD-s kanë dalë në mbrojtje të votës dhe po ndjekin njerëz që dalin natën për qëllime të mbrapshta elektorale. Ku janë të tonë të më borë? Pas publikimit të videos nga Gjingjoni, i menjëhershëm ishte edhe reagimi kandidatëve të Partisë Socialiste në Lezhë, ku Ermal Paci kreu një kallëzim në polici për shpifje. Paci u shpreh se personat të armatosur kanë shkuar mbrëmjen e së dielës në lokalin e babait të kandidates së PS-s, Klotilda Andreca, duke e kërcënuar me armë. Mbrëm konkretisht në fshatin Dajç, në orët e vona, në pronën e babait të kandidates tonë për deputet, njerëz të armatosur janë paraqitur duke i kërcënuar se du ju marrin peng. Kryetarin e Partisë Socialiste dhe babajnë e kandidates është kallëzuar penalisht, patjetër. Kemi depozituar një kallëzim penal për kandidatin e Partisë Demokratike, zotin Gjingjoni, i cili vazhdimisht në mënyrë permanente ka akuzuar drejtuesit e shtabeve të Partisë Socialiste si kriminal elektoral. Pas kallëzimit nga kandidati i PS-s, burime nga policia e Lezhës konfirmojnë për News 24 se 2 persona janë shpallur në kërkim lidhur me kërcënimin ndaj babait të kandidates së Partisë Socialiste, Klotilda Andreca.